Sepse ajo që quhet sistem juridik brenda llojit, ne po synojmë që përmes rujtjes së pavarësisë së tyre të bëhet një lloj çkapjeje e njerëzve të cilët i shërbejnë politikës dhe parapolitikës. Ne nuk po synojmë me vënë Elezin vend Lumezit. Kjo ka qenë në ri metafore jashtëzakonshme në gjetje e kryeministrit. Po, dhe duhet prapë me çmu zgjuarsi në oratorinë e tij, por kjo ka qenë si nevojë që Lumezi ka qenë e pa çka ndodhi, prapë tentuan me instalu Lumezin. Për pak, po shiko, ky korporatizmi është qasësoj i kapur, sa dhe zinxhirt me i shkput ndonjëherë ki mundësi me ndërru me i ngjitë. Me u shkoq zinxhirit, mendon që duhesh me qute që merret. Po ndërkohë që ne po synojmë, domethënë që kjo deklarata përbashkët e zotimeve janë një pako e 6 ligjeve që është ekselente, shumica e tyre ka fuqi, po ne kemi ngec për shkak të vonesave të pashpjegueshme të gjykatës kushtetuese për çështjen e byros, e cila është reforma më markante ose më madhore e jona, dhe bashkë me krijimin në mandatin që do ta nisim brenda pak ditësh, ne do të themelojmë edhe një prokurori të re të posaçme antikorrupsion. Një vjet, a? Është prej dhjetorit të 24-ës, por paraprakisht është prej shkurtit, domethënë se një herë u kthy, domethënë afërsisht 2 vjet bëhen në shkurt që domethënë bëhen 2 vjet që s'ka epilog. Me fjalë të tjera, domethënë për me rrumbullaksu, dhe tash për qytetarët duhet të them që 24 muaj për një ligj i cili te kalon parametrat normal të një gjyqësie të rregullt, e cila e vlerëson një ligj brenda një periudhe të arsyeshme kohore që thash maksimumi 100 ditë, ndërkohë që 24 muaj janë e pa imagjinueshme, pa shpjegueshme dhe nuk arrihet kur me u perceptu. S'di si ata kanë mundësi me dalë para kolegëve të tyre evropian, kanë forumet juridike të gjykatave kushtetuese evropiane dhe flasin ndoshta për çështje të ndjeshme, për se gjyqësia kushtetuese është elitike dhe njerëz duhet jo i krejt njerëz të kuptojnë, por ata që janë zgjedhë dhe kanë privilegjin me shërbim gjykatë kushtetuese s'di si shpjegojnë trajtimin e lëndëve me ka 2 vjet. Sidomos lëndë cilat janë kohët, se cilat kanë impakt në jetën e qytetarëve. E vërtet është ato lëndë individuale cilat qytetarë ndoshta edhe nuk po arrimi për cilë dhe i trajtojnë më shpejt. Jo, është vetingu, byroja kanë qenë mega premtime. Por nuk arrita me ta shpjegu krejt mirë, jo krejt mirë, po në kuptimin që po ka shumë tema. Do më në që kjo pakoja e 6 ligjeve e përfshin edhe vetingun, sepse tash për herë të parë mekanizmat cilat këshillat janë kriju me ligj, do më në këta këshilla gjyqësore, këshilli prokuror, i ka mekanizmat vetë rregullues dhe mundet me i largu gjyqtarët, me i vetoizu, do të thoja, ose me vetingizu, s'ka shpreha adekuate shqipja, domethënë për arsye të mungesës së performancës, të kualitetit punës, të dembelis, sepse njerëz të cilët e marrin një mandat dhe e kalojnë 3 vjet si test fillestar dhe më pas dekretohen në mënyrë të përhershme deri në pensionimin e tyre, nuk kanë me uni më komod veç për me marrë një rrogë, por duhet me prodhu drejtësi, sepse edhe parimet bazë të jurisprudencës, drejtësia nuk duhet vetëm të bëhet, po duhet të shihet. Unë i kam thonë